Zgjodha dhe unë si shumica e shqiptarëve të shkoj në pushime all inclusive në Antalya, këtë herë në Kemer, ndryshe nga hera e parë që isha në Alanya. Do t'ju tregoj eksperiencën time, të bukur ose jo, më ndiqni. Avioni nisej në orën 2:40 të natës, por normalisht që do shkoja 3 orë para në aeroport, se fundja kjo na bën shqiptar. Nuk e kisha parë këtë fasadën e re të aeroportit Tiranës, shumë lezetshëm. Rruga shkoi shumë mirë, gjumi në avion gjithashtu, dhe ja ku jemi në Antalya. Hoteli ku qëndruam quhet Rixos Sungate. Sa po mbërritëm na morën me bagi për të na çuar tek dhoma bashkë me valixhet. Patëm fatin mos të prisim deri në orën 12 të drekës për të bërë check-in-in. Pamja ishte plot gjelbërim, hoteli ishte i mbushur me palma dhe pemë të ndryshme. Kishte turist edhe pse ishte fundi i shtatorit. E vetmja gjë që nuk më pëlqeu deri në atë moment ishte pikërisht fakti që dhoma ishte paksa larg nga qendra e hotelit, pra nga recepcioni, nga beach bari, nga pishina. Nejse, ja ku hym në dhomë. Të jem e sinqert, sa po hyra nuk më pëlqeu fare, u zhgënjeva totalisht. Okej, kishte atë pamjen me balkonin, gjelbërimin, natyrën, e gjitha këto. Por më fal, nuk erdha deri në Antalya për të parë pyje, kështu që shkova tek recepcioni për të ndëruar dhomën, u treguan shumë të sjellshëm dhe më ofruan një dhomë tjetër, e cila ishte më afër qendrës dhe pikës kryesore, por kishte një problem se dhoma tjetër nuk kishte balkon dhe ishte tepër e vogël. Kështu që qëndrova me opsionin e parë. Kjo ishte edhe pamja sapo dilje nga dhoma për të shkuar për në pishinë. Siç thash, hoteli ishte i rrethuar me gjelbërin, me oksigjen, pyje, ishte një hotel shumë i madh, një resort i madh, si qytet më vete dhe ditën e parë mund të humbje shumë kollaj. Ky majmuni këtu quhet Michael dhe u bë shoku im i ngushtë për ato 7 ditë qëndrim. Kjo zona ishte zona e vilave luksoze, të cilat kishin dhe një çmim më të lartë, por që nuk mendoj se justifikonin çmimin që kishin. Këtu jemi tek pishina qendrore, pasi ishin disa në cepa të ndryshëm të resortit. Kjo ishte një pishinë goxha e madhe, shezllonat gjithashtu ishin shumë të rehatshëm. Aty faktikisht jemi shumë herë të mëngjes dhe çdo gjë ishte mbyllur, njerëzit nuk ishin dalë akoma, baret ishin të mbyllura. Por pak a shumë kjo ishte pamja. Erdhëm edhe tek pjesa më e rëndësishme që është pa diskutim ushqimi. Nëse do më kishte zgënjur edhe ushqimi te ky resort, nuk e di domethënë, do kisha ikë fare që ditën e parë. Por jo, gatimet ishin super. Ishin 3 restorante bufe dhe 3 të tjera a la carte. Gjeje praktikisht çdo gjë të mundshme në çdo orë të ditës. Problemi vetëm ishte se duhet të shkoje sa po hapej orari, sepse për ndryshe nuk gjeje tavolina. Edhe një pamje tjetër e komplet pishinës, të cilën mund ta shijoni pa komentin tim. Kjo këtu ishte dhe zona e plazhit, uji ishte një perle vërtet, shumë i pastër. Ne domethënë mburemi kot për plazhet tona në jug, sepse edhe Turqia s'kishte asnjë ndryshim për sa i përket pastërtisë. Gazepat ishin shumë të rehatshëm, mund të qëndroje ku të doje, ishin të gjitha të përfshira në çmim. Dhe vërtet e kam shijuar më shumë pjesën e detit se sa pishinën. Gjithashtu në resort kishte dhe qendra të ndryshme tregtare ku mund të blije rroba, bizhuteri, aksesor apo gjëra të ndryshme, por për aq ditë sa qëndrova, asnjë person nuk shkonte për të bler diçka. Këtu është edhe pjesa e beach barit ku ofroheshin pije pa limit 24 orë, çfarë do lloj pije të mundshme. Stafi i resortit ishte nota 10, të gjithë banakier, kamarier, çdo pozicion i mundshëm ishin gjithkohës disponibël dhe jo vetëm, por ishin shumë të qeshur dhe me një energji shumë pozitive. Apo, duhet përmendur edhe fakti që resorti ishte i mbushur full me mace, por kjo hyn tek gjërat pozitive që kishte. Le të shkojmë pak te Anjana Spa.
Ishte një spa relativisht e vogël si hapësirë, por përfshinte pjesën e saunës, pjesën e hamamit turk, pra banjës turke, dhe pjesën e masazheve në të cilën vinin specialist pothuajse një herë në 2 ditë. Ja ku ju përshëndet edhe babai i shokut tim të ngushtë, Michael. Ndërsa kjo këtu është zona e aktiviteteve fizike në të cilën mund të shkoje në palestër, mund të bëje boks, për ditë organizoheshin workout-e të ndryshëm nga trainerat të ndryshëm, world class, në të cilën bëheshe yoga. Nëse asnjëra nga këto nuk mundet ta frekuentoj sepse nuk mundet edhe të hash shumë edhe të vesh në palestër, nuk shkojnë. Duhet një balancë dhe balancën nuk e kisha lënë për në Antalya. Ja dhe ku është zona ime e preferuar në resort, ku ndodheshin vilat private të gjitha medalje në pishinë. Dhe i gjatë darkës dukej vërtet magjepsëse. Për fëmijët kishte shumë aktivitete edhe në resort, por edhe në pjesën e cila ishte dedikuar tyre. Koktejlet i bënin shumë të mira dhe gjatë darkës organizoheshin për natë show dhe koncerte të ndryshme me të ftuar nga Rusia, Ukraina, të cilat të bënin që të kaloje shumë bukur mbrëmjeve dhe të argëtoheshe vërtet shumë. Kjo ishte edhe eksperienca ime në Rixos Sungate në Kemer, Antalya. Nuk besoj se do të rikthehem përsëri te ky resort, por gjithsesi ja kalova bukur. Komentoni nëse ju pëlqeu videoja dhe dëgjohemi në vlogje të ardhshme.